natë zemara ka më shirë, pse s'më the, miru po pshim po lam të mirë. Më fike, dje dashni sot më thirmike, vret më shumë se me m'thirë armike. Shpirtin më lige, ditën kur më hike. Ndjenjat ku janë, ku e ke zemrën atë vjen gjëna. Ndjenjat ku janë, lot në sy a jetuj pa. A e din së keq ti ma ke ba. Ndjenjat ku janë, ku e ke zemrën atë vjen gjëna. Ndjenjat ku janë, lot në sy a jetuj pa. A e din sa keq ma ke ba. Ata vjen keq për mua andjesh mirë, pas dashnis që ndryshe mundesh me m'thirë. Më fike, dje dashni sot më thirmike, vret më shumë se me m'thirë armike. Shpirtin më lige, ditën kur më hike. Ndjenjat ku janë, ku e ke zemrën atë vjen gjëna. Ndjenjat ku janë, lot në sy a jetuj pa. A e din sa keq ti ma ke ba. Ndjenjat ku janë, ku e ke zemrën atë vjen gjëna. Ndjenjat ku janë, lot në sy a jetuj pa. A e din sa keq ma ke ba. Bimrama, të dashur shikues, jemi në të dielën Kosovë Show në emër të partnerëve tonë që mundsojnë këtë emision: Cima Construction, Golden Eagle, Visacom, Italterm, Hotel Kristal Palace, Shalaj, Zeni Metal, Bellevu, Arditi Group e shumë partnerë tjerë. E hapmi këtë notë për sonte. Na vjen një mysafire speciale e cila kohët e fundit ka bërë një shpërthim. Është një vajzë e cila me një projekt që po shfaqet në Shqipëri dhe Kosovë në mbar botën shqiptare, po thënë rekordet e shikueshmërisë dhe rekordet në përshtypin, sidomos atë roz. Na vjen autorja e emisionit me të ndjekur shqiptar për momentin, Olsa, emisioni Përputhen. Mirë se gje. Mirë se na vjen nga Shqipëria. Mirë se u gje këtu në Kosovë. A ki ftoft se ju Shqipëri zakonisht njërtni ka pak. Keni ftoft kur vini në Kosovë? Kemi që ftoft, po ju i keni marrë masat, po nuk po i tregoj këtu. Ne i kena marrë masat, dhe mirë. Unë që se si po ndihem shumë ngrohtë. Uroj edhe gjatë intervistës, ti jem po kaj shumë ngrohtë. Pa tjetër, a do një relax, a do një energji, Golden Eagle? Relax. Kam kaj shumë energji, sa më mirë chill. E kemi po. Olsa, dhe sa ta shërbej pijen këtu, pijen zyrtare të këtij emisioni që shpresojmë ta keni edhe ju, sepse është pija më e shitur shqiptare, më e mirë shqiptare në tregun shqiptar dhe atë evropian. Golden Eagle dhe Relax. Edhe unë e pëlqej. Edhe unë e konsumoj. Kur më duhet energji? Kur duhet energji, kur duhet Relax, që kite dy variantat. Po. Unë jam mësuar me këtë energjin edhe me buke ha këto. Se jam mësuar buka. 5 vite më u bon. Olsa, mirë se na erdhe në Prishtinë. Gëzuar, mirë se ju gjeta. Mirë se na erdhe. Është kënaqësi që në një intervistë për herë të parë vetëm jam me ty shpëtim, kështu që uroj të na shkojë mirë. Është hera parë në Kosovë? E intervistuar? Kam qenë në disi e rezervuar. Pse? Kam qenë e rezervuar sepse nuk doja të shprehesha, nuk dëshiroja të dilja në ekran dhe të flisja për punën që po bëja. Gjithmonë kam menduar që puna flet vetë. Por mendoj që ka ardhur momente të flasë unë pak për punën. Po duhet të tregu edhe kush e bëhet punë, mandej. Puna tregon, mandej do të më tregu kush e bëhet punë. Unë të uroj mirëseardhje dhe shpresojmë që kemi kaluar mirë sonte. E hapa emisionin duke thënë se po ndodh një emision në Shqipëri
Top Channel përputhen që po I thënë rekordet e shikueshmërisë. Fillimisht si ka mundësi gjithë kjo shikueshmëri me qenë kaq e shpejt? Shikueshmëria mund të krijohet, po dojmë këtë mos të shpejt. Për një natë kemi 1 milion, 1.5 milion, 2 milion, domethënë është vetëm overall life ndodh ashtu vetëm live njerëzit. Ndërkohë që aty ndodhen dhe gjëra të jashtëzakonshme, po jo kaq të jashtëzakonshme sa të klikohet kaq shumë. Ndoshta pikërisht shpëtim se nuk ndodhin gjëra të jashtëzakonshme, por janë gjëra të zakonshme, të jetës së përditshme që na përfshin të gjithëve. Ndoshta kjo ka tërhequr interesin e publikut dhe publiku gozhdohet ta shohë çdo episod. E qartë. Gjithsesi kur e nisa mund të them këtë projekt, kur nuk e kisha menduar që do vinim në këtë pikë. Sigurisht nuk e kisha menduar. Mendoj që askush që prodhon diçka nuk e di finishin apo nuk e di rrugën. Nuk e paramendon. Gjithmonë e rëndësishme është ti besosh asaj çka ti do të prodhosh, asaj çka ti do të çosh tek publiku dhe ndoshta pastaj suksesi vjen vet. Nëse ti nuk punon për suksesin, po ti punon tek ajo që beson. Mirë, kthehemi në pikën 0. Si lindi ideja që tjetë një emision informativ të tillë shqiptar? Unë kam thënë një herë tjetër, kam qenë mua më besua një program shumë I madh në Top Channel në autorsi, që ishte e diell. Edhe unë thash, okay, do futem tek e diell. Është një program I cili ka një jetë që ekziston në Top Channel dhe në krye kanë qenë figura shumë të rëndësishme televizionit shqiptar. Thash, çfarë duhet bësh ti, Olsa, që të jetë diçka ndryshe? Mendova, thash, nuk ka asnjë format dashurie. Do bëj një format dashurie. Pastaj pasi te I kalova idenë të krijuarit të një formati dashurie, thash mos po guxon, pak si shumë dhe do shtosh ende pa nisur. Dhe prap vetja ime më thotë që duke njohur shqiptarët. Duke njohur shqiptarët, duke njohur terrenin, duke parë që ishte një mision I pamundur që ti të grumbullojë disa të rinj, të cilët bënin dashuri në ekran. Sigurisht që është një realiteti edhe në Shqipëri, po edhe në Kosovë, nuk e pranon shumë këtë fakt. Është vështirë pak derisa të shpërthej pak. Pastaj merr me veti mosën ajo. Derisa të jetë një që mendon që kjo gjë mund të vlej. Dhe okay, nuk mendoj shpëtim që nuk duhet mendosh gjatë. Unë I besoj instiktit tim. Qartë. Dhe unë kam besuar historikisht instiktit tim dhe nuk kam dalë keq të drejtën. Mirë, dhe filloi emisioni? Jo, emisioni nuk filloi. Pjesa. Unë kërkova 3 javë deri në 1 muaj personazhe për emisionin. Që ishte e pamundur t'i gjeja. Si më shpjegu fillimisht, po do të vini aty do të bëni kështu. Po, dhe nuk nxor asnjë spot televiziv, sepse nuk doja, nga që isha pak e stepur dhe thoja, okay, Olsa, punon në rrogoz underground dhe pastaj kur të dalësh në sipërfaqe njerëzit mos ta dinë çfarë është. Dhe në fakt, mezi gjeta vajzat, ishte më e thjeshtë se të gjeje djemt. Mendoja që vajzat do ta kishin më të vështirë, por ato e pranuan dhe unë qëndroja në blok është zona më in e Tiranës, qëndroja në blok nga mëngjesi deri në darkë dhe takoja të gjithë shokët e miqve, takoja shokët e kushurinjve dhe të gjithë më thonin më pëlqen ideja, okay, do të kthej përgjigje në darkë, përgjigja ishte negative. Derisa mezi arrita të bëj bashkë 8 djem, të cilët pranonin të ishin pjesë e formatit. Ato kohë kërkova një analist I cili mendoja që do t'i shërbente programit dhe sigurisht I shërbeu dhe nisi programi. Puntata e parë, puntata e dytë, duke që pati një feedback shumë të madh. Njerëzit e deshën, e kërkuan, nisën ta shihnin dhe nisën klikimet e para. Pra, rubrika më e ndjekur e diell ishte përputhen. Kështu vazhdoi me inerci, rrugtimi, njerëzit e ndiqnin, shikuesit e donin programin, anat e monin sigurisht, por kështu vazhdoi deri në fund të sezonit. Të parë. Të sezonit parë që ka qenë brenda formatit e diell. Më pastaj ishte një kërkesë e drejtuesve të Top Channel, në fakt intuita e tyre. Bëm një mbledhje dhe mu tha, Olsa, mendon që mund të dalim me përputhen çdo ditë? Unë thash, pse jo, formati origjinal e ka. Mendoj që do t'ishte një sfidë shumë e madhe, pra sfidë shumë e madhe për mua, po sigurisht edhe për logon Top Channel, që është një logo goxha prestigjioze, serioze e madhe, që të rrezikonim ndoshta me një produkt që ne nuk e dim se do të sillet publiku, pikërisht për faktin që jemi akoma duke thyer tabut. Filloi pastaj përputhja e parë, përputhja e dytë, po episodi I parë. E nga e diela. E ndar nga e diela, nuk I bëra shumë reklam. Sërish ka pasur një promo 4 ditë para nisjes dhe startit të emisionit dhe pastaj ishte vetë publiku që ngjiti. Pra episod pas episodi klikimet rriteshin. Pra unë shija çdo javë kishte një rritje të unë shoh dhe I kontrolloj klikimet tek episodi kryesor, sepse aty duket që kemi të bëjmë me shikueshmëri, pra shikueshmëria e plot. Po, shikueshmëria e plot. Sa shprit po? Ata me një herë hyn.
Dhe ajo vetëm rritet, sigurisht situatat pastaj janë ndezur dhe vetë aty brenda. Ka një gjë që përputhen ndodh mes ata të rinj të cilët vinë aty, fillojnë dhe krijojnë situata edhe vetë, dhe krijojnë shumë shpesh këto situata. Do dalim pak pas aty Kështu, te mund të them që situatat. kjo është përputhen. Tani me qëndru këtij projekti gjigant. Po. Sepse në moment që kishte kushmërim për është projekt i madh, sepse kushmëria është mosa që Ke përgjegjësi shumë të madhe. Një femër shqiptare me një përgjegjësi tash. Ai është shumë e fortë, ai është shumë e guximshme, ai tregon pak për ty si karakter. Sa pyetje e bukur kjo. Unë jam gjëndur në të gjithë këtë sukses, në të gjithë këtë famë, në të gjithë të vorbull. U gjënda nuk e mendova që do vija këtu. Punova shumë sigurisht, kur ti punon shumë do të vish diku. Unë jam e lumtur që kemi ardhur këtu, bashkë me stafin, grupin, drejtuesit e Top Channel, por nga ana tjetër është një presion. Sepse thikat tek ty ngulen pastaj. Shumë, nuk e imagjinon do sa shumë ngulen. Pra, kam ruhem nga çdo anë, sa nuk dua të kaloj në paranoj. Pra, ruhem nga çdo anë, nga koleg, nga konkurrentët, nga mediat, ruhem nga Instagramit, kem kujdes çfarë them, çfarë bëj, kem kujdes kur eci në rrugë. Pra, jeta ime ka ndryshuar tërësisht. Dhe unë përpiqem të ambientohem. Nga ana tjetër jam një vajzë e re, e cila sigurisht ka pas ëndra të saj dhe po i arrin ato ëndra duke punuar në një vend të vështirë siç është Shqipëria, që mundësitë nuk janë shumë të mëdha. Dhe ti kur gjendesh këtu, ke gjithmonë pasiguri, jo pasiguri, unë nuk kam pasiguri, kam frikëra po them, që ne duhet të jemi kujdesshme në çdo detaj që kjo gjëja të mos eskaloj. Po. Mos ndodh. Pra që kjo gjë mos prishet, por vetëm të ngrihet dhe të konsolidohet. Kjo është vetëm një frikë që ke. Pjesa tjetër pastaj nuk kam asnjë ditë të qetë. Pra që kur bëj përputhen nuk kam një ditë të qetë në jetën. Jo, nuk kam asnjë ditë të qetë në jetën. Ku i ke më të mëdha probleme? Ku hasën vështirësi që ti duhet të menaxhosh. Jetën, unë kam 3 programe në Top Channel, sapo jam shkëputur nga njëri, pra unë praktikisht mund të kem edhe 100 persona të cilët presin nga unë për të realizuar produktin. Sigurisht është menaxhimi, nëse do mbetem vetëm tek përputhen, është menaxhimi i konkurrentëve. Ata janë disa të rinj që zgjohen një mëngjes, janë të famshëm. Dhe secili prej tyre e manifeston famën në mënyra të ndryshme. Ti duhet të jesh aty për t'i treguar që kjo gjë nuk bëhet, për t'i treguar që kujdes se kjo do të të çojë në rrugë të gabuar, ama për edhe t'i disiplinuar, sepse fama detyrimisht të deliron. Të rrit pak, të deliron. Dhe ata normalisht kanë momente deliri. Dhe ti duhet të jesh e kujdesshme, pra ku ta trejshësh dhe ku ta lëshosh. Ky është një aspekt. Aspekti tjetër është që ti duhet të ruash një linjë shumë të rëndësishme të programit. Sepse ti përfaqëson një logo shumë të rëndësishme siç është Top Channel. Dhe sa kohë ti përfaqëson një logo kaq të rëndësishme, ti nuk duhet gabosh në linjën që ka, pra flasim në rregullat. Në ato çka duhet të dalin në ekran dhe në ato çka nuk duhet të dalin në ekran. Pra, çfarë teprohet dhe çfarë jo. Ti duhet të ruash dhe të kesh shumë kujdes tek publiku që e ndjek, që ai të mos ndihet i ofenduar, të mos ndihet i prekur, të mos ndihet i dhunuar nga ajo gjëja që ti po transmeton, pra nga gjithë ato ngjarje që ti po transmeton. Nga ana tjetër duhet menaxhosh xhelozinë e personave që ke. Xhelozia është e tmerrshme. Xhelozia që nga kaq e tmerrshme shpëtim sa ndonjëherë më kthehet problematika më e madhe gjithçka që bëj. Sepse nëse ti ke pasion dhe dëshiron të bësh një program, të gjitha këto vështirësitë janë pjesë e pasionit dhe kalohen. Xhelozia që nga shumë e tmerrshme. Është ego. Shumë e tmerrshme. Domethënë kjo është gjëja që kjo më vështirëson shumë jetën. Më vështirë keni menaxhimin me njerëz që janë brenda formatit juaj. Me konkurrent. Kushtimisht. Djem dhe vajza, po. Dua të them menaxhimi i kolegëve brenda dhe jashtë institucionet. Sigurisht kjo është më e vështira. Shumë kolegë shohin këtë si një sukses të madh, nga ana tjetër nuk e pranojnë dhe kërkojnë që të hedhin balë. A ka kështu thika mes kolegëve të juaj për shkak? Sigurisht. Ka thika. Sigurisht që ka. Ka thika, unë jam sulmuar një periudhë. Jam sulmuar një javë, se kam thënë asgjë kundi. Jam sulmuar. Jam e quaj sul. Nga kush? Nuk e kuptova asnjëherë, ishte Instagrami, sigurisht edhe nga jeta jashtë. Unë her pas here kërcënohem, e ditë shpëtim që kërcënohem? Të pyet isha, a kërcënohesh edhe fizikisht? Kërcënohem fizikisht, kërcënohem në Instagram, kërcënohem në telefonin tim personal,
Nga kush, pse? Nga pame që shfaqen, nga njerëz që shohin nga shtëpit, apo nga konkurrent, apo nga familjarët e tyre, apo nga konkurrenca televizive? Konkurrentët jo, asnjëherë. Mund të mendoj që është konkurrenca televizive që gjen disa mënyra për të më intimiduar. Brenda një shtëpisë apo shtëpia të tjera televizive? Mendoj shtëpi të tjera, jo brenda shtëpisë, sigurisht. Brenda shtëpisë janë xhelozit mes kolegëve të cilat her pas here shfaqen, por menaxhohen, administrohen edhe... Do më thonë nga shtëpi tjera televizive? Unë mendoj që nga shtëpi të tjera televizive. Mendoj që po, nuk jam i bindur në këtë, ndaj nuk dua... Me keni konkurrencë ju? Unë nuk jam në konkurrencë me askënd. Mirë, kemi pa brenda një formatit tillë, kemi pa, ka pas puthje, ka pas konflikt... Puthje ende nuk ka ndodhur. Pak. Ka pasur të prime. Pak, si që në Kosovë quajnë puthje vetëm shumë afer kur janë. Po, puthje ka pasur vetëm në sezonin e parë, kete drejt. Po ka pas. Ka pas goditje pak fizike. Tashti, tregom mu kështu, aty që ka ndodhur, unë e di që është një reality dhe një show. Mund të kombinohen të dyja bashkë. Si është prit në rrugë, si është prit nga njerëzit që kanë pa atë shfaqje, se shqiptarët hala jemi me disa tabu që nuk i pranojmë letë, në në televizion në mendojmë që të me pasë vetëm lajme, ose vetëm filma, nuk mendojmë që dikush që njohemi në të puthet në ekranë. Realiteti Tiranës është pak më ndryshe, ama i periferive dhe sigurisht i qyteteve të mëdha, por që nuk janë Tirana, apo pastaj edhe në Prishtina, apo Shkupi. Kalohet letë, po. Mund të them që... Edhe mund të puthen, nuk ka një problem. Mund të them që ne nuk kemi anatemuar ndonjëherë për këtë pjesë për hir të vërtetës, dhe mendojmë që kjo është tabuja e parë që kemi thyer. Që të shohim të rinj, të cilët edhe puthen, edhe përqafohen, edhe preken, edhe flasin për seksin në ekran. Kështu që mendoj që kjo nuk na ka... Këtu nuk e kam djerë. S'u ka goditur. Nuk e kam djerë. Kjo nuk na ka goditur dhe aq shumë. Ndërsa sa i takon faktit që ne ndoshta nuk përcjellim mesazhet e duhura, apo ndoshta e teprojmë me çfarë shfaqim në ekran, kjo ka qenë më e pranishme. Kjo mund të jetë relative. Mirë, a ndodh çdo gjë që shohim na jashtë ekranit ndodh dhe aty kur bëhet regjistrimi i emisionit? A ka cenzurë, apo domethënë direkt? Padyshim që ka. Padyshim që ka cenzurë. Unë nëse do t'i lë këta të rinj të jenë ashtu siç ata ata janë shumë të lirë, dhe unë i lë të jenë të lirë. Ama nga ana tjetër ka një lloj censure, ka një lloj për mënyrën e tyre të komunikimit, është krefje, e ke thënë shumë mirë, për mënyrën e tyre të komunikimit dhe të shprehurit. Sigurisht e nuk duhet të japi mesazhe të gabuara, pra dy të rinj nuk mund të kenë përplasje fizike për një vajzë. Kjo ndodh në jetën e zakonshme. Ka ndodhur, kemi qenë dëshmitar të gjithë. Ama unë nuk dua që kjo të ndodhi në ekran. Të ndodhë publikisht. Të ndodhi, dhe pse tek ne ka ndodhur, aty është censuruar diçka. Ky është rasti konkret. I një konfrontimi që tentoi të ishte fizik, por nuk shkoi të ishte fizik. Ja, sapo më shtyre pak thoj. Mirë, do të çojmë tek një sallon që rregullon fat më i mirë në Prishtinë. Mirë, kemi pas edhe mysafirë të tjerë që kanë ardhur nga përputhën këtu dhe kanë bërë akuza të mëdha që aty njerëzit që marrin pjesë detyrohen me bë, ndoshta edhe shumë më shumë detyrohen me bë, ose ka cenzura, nuk shfaqet i tërë opinioni në publik, ka diçka që bëhet një anë shumë kanë herë. Pra ata të kemi thirrë sonde se je dora e parë që na kemi të drejtë me kërku llogari për dikujt, sepse je autorja dhe në një farë forme të gjitha të mirat shkojnë ty, po nëse s'ka të mirat, të këqijat adresohen ty. Po na intereson, a ka cenzurat njanshme? A ka lojat të dyfishta? Çka ndodh kështu? Unë si natyrë personalisht në jetën time të përditshme jam shumë e drejtë për drejtë. Kush më njeh, ma konfirmon këtë gjë. Nuk ka se si t'jem as fake, as e shtirur në televizion. Pra, unë nuk mund të ndaj Olsen në jetën e përditshme me atë që bën televizion. Jo, unë jam një. Dhe për këtë jam shpak dhe sigur të unë zotojnë për këtë. Nga ana tjetër duhet të kuptojmë diçka shpëtim. Disa personazhe janë aty, vinë, përpishen t'jenë pjesë e të gjithë programit, por ti di shumë mirë sa e vështirë është të dominosh në televizion, aq po tepër në një studio kur ka 22 veta, që ti të dukesh dhe të thithësh publikun. Pra, këta të rinj nuk dominojnë dot. Këta të rinj nuk e marrin gjithë dashurinë e publikut. Disa prej tyre ju dalin situatat nga kontrolli,
nuk e di, disave ju thyet egoja në një moment caktuar për një mënyrë se si ti ke folur me ta në një moment acarimi, nuk e di se çfarë. Dhe e gjitha kjo përkthehet tek kërkon një fajtor. Dhe fajtori i vetëm këtu është Olsa. Pra asnjëherë nuk thuhet që produksioni, po themi programi televizioni është Olsa. Pra Olsa e ka të gjithë fajin sepse unë kam përfaqësuar gjithmonë përputhen dhe kjo është arsyeja pse ata shohet tek unë. Po jeni autorja, sigurisht duhet me përfaqësu. Padyshim që po, padyshim që po. Dhe unë e pranoj këtë, është koste që unë kam marrë përsipër. Dhe që po e mbaj mbi veten time pa u çaravitur, po them. Po e them kështu në aspektin femëror se ne femrat edhe përlotemi. Sa i takon akuzave të aktrimit, kushdo prej tyre, është i lirë tani. Tani këtu, vetëm më japi një fakt. Unë sfidoj këdo që të më japi një fakt ku thuhet që unë i kam kërkuar të aktroj. Unë i kam kërkuar të dali me dikë që ai ose ajo nuk dëshiron. Unë e kam kërkuar të bëj sikur po rrihet, unë e kam kërkuar të puthi me zor, apo unë e kam kërkuar të zhveshi dikë aty. Që tani në moment unë dua një fakt që Olsa Muhameti ka kërkuar këtë gjë. Asnjëherë, pa ata e din shumë mirë që kur dalin nga programi, mënyra se si mund duhet vëmendja, sigurisht është. Përveç se vëmendja që është shumë e rëndësishme që vëmendja aty kërkohet vetëm duke pra, nëse ti del nga programi, ti mund të rrish në vëmendje vetëm duke u anatemuar programin, duke u lidh, duke duke shaka pak. Dhe cila është arsye duke thënë që ky program është fake. Domethënë ky program është fake sepse ajo goca po i bën gjithë gjërat si çdo ajo. Okej, pse shkova aty kur është fake pra? Janë do rregullat që pse shkova aty, pse e pranova atëherë? Okej, unë po e pranoj. Shpëtim që unë kam detyruar të aktrosh. Ti pse e pranove? Pse e pranove? Pse e pranove? Dhe pastaj kur dole jashtë për arsye të çfarëdoshme, ti thua që e ka faren ajo. Aty nuk ka aktrim. Unë për këtë zotohem, padyshim. Unë e kam thënë dhe në rrjetin tim Instagram që më pyesin. Përputhen është 70% reality, 30% show. Padyshim. Kemi të bëjmë me një program reality, por që ka edhe një show nga brapa. Që është dhe unë këtë nuk e të bëjmë. Unë nuk them që 100%, pra këta të rinj drejtohen, këta të rinj instruktohen, këta të rinj ka nevojë dhe për konsultim herë pas here. Dhe unë jam aty që ti konsultoj. Nëse unë gjatë kohës që i konsultoj, ju e quani aktrim, okej, lëmë. Bravo, Olsa, a mendon që këta 33 aty përfaqësojnë më së miri rinin shqiptare? Edhe është një moment tjetër. Është një moment tjetër shumë i rëndësishëm edhe falenderoj për gjitha pyetjet që më ke bërë deri tani, sepse kur vjen në intervistë ndoshta nuk i cek gjithë gjërat që do të cekësh. Unë dua të them që ata të rinj që janë aty janë copëza të shoqërisë shqiptare. Sigurisht. Nuk i kam marrë. Si ke marru me plastelin? As nuk i kam bërë kështu që të më vinë siç i duan dhe i kam vënë aty, jo. Ata janë marrë disa copëza të ndryshme të rinisë shqiptare dhe janë vendosur në ekran. Dua të them që unë përpiqem që të jenë të gjitha kategoritë e shoqërisë shqiptare, pikërisht për të thënë që kjo përfaqëson rinin shqiptar. Për të poni pikturë. Përputhem përfaqëson rinin shqiptare, por nuk dua të guxoj ta them këtë gjë. Thjesht dua të qëndroj tek fakti që aty ka copëza të rinisë shqiptare. Ashtu siç janë, pa filtra. Dhe për këtë zotohem padyshim. Mirë, ju sigurisht bëni një investigim para se të futen ata 33 brenda, apo nuk bëni fare investigim, i pranoni deklaratat e Mirçanës siç ata i shkruajnë fillimisht para se të futen për Kjo putën. mund të them është një pikë e dobët e imja, dua ta them këtë gjë. Unë nuk shkoj në polici të kërkoj të shkuarën. Sepse s'ke të drejtë, sigurisht me ligj. Nuk kërkoj në polici. Se jemi privatësisë mandej. Por mendoj që ndoshta duhet bërë një bashkëpunim në të ardhmen. Unë i bëj një pyetje dhe i them, ke pasur probleme me ligjin? Jo se nuk dua t'i jap një shans dikujt që ka pasur probleme me ligjin. Sa kohë ti je dënuar, ke kryer dënimin tënd, ti je njëri i lirë dhe ke të drejtën të bësh gjithçka në jetën tënde. Por unë e pyes sepse është e rëndësishme kjo që dikush që ka pasur një të shkuar të errët, të mos bëhet pjesë e përputhes, pikërisht për të mos sjellë ndoshta një eksperiencë jo dhe aq të mirë. Por kjo nuk është kusht primar. Po ndoshta mund të jetë edhe i mirë, ai bëni të kaluar më jo të mirë sepse është ndryshuar. Unë mendoj që një dobësia imja ka qenë që do ndryshoj që nga data 1 janar të gjitha audicionet do bëhen me një psikolog. Sepse unë dua të vlerësoj shëndetin mendor të disa personazheve që kanë hyrë në përputhen. Pse ka pothuajse që aty që mund të kenë probleme psiqike? Psiqike janë shumë, por mendoj që probleme shëndetësore mentale. Fama tek disa kanë ndikuar me çrregullim. Ai çrregullon. Dhe e kam djerë. Mirë, a ka mundësi të ketë njerëz që janë brenda aty që janë
që mund të jenë të lidhur jashtë. Ka pas fjalë që disa nga kandidatë kanë qenë të lidhur jashtë dhe janë futur brenda. Ka pasur ka dhe do ketë. Do të kuptuar një gjë, pse Big Brother i mbyll brenda? Që pikërisht mos ketë mundësi që ata të bëjnë diçka, ndërsa unë nuk e di se çfarë bën jashtë. Pra, unë nuk jam në dijeni sa çfarë ata bën jashtë. Më vinë disa foto që unë të gjitha i kam nxjerrë në program, siç ka qenë rasti i fotove që Teja shoqërohej me Graciano, një grup që dilin jashtë, i kam bërë një paralajmërim, por unë nuk jam as security i konkurrentëve, edhe as bodyguard apo security tyre për t'i ruajtur. Mund të ndodhë që ata të kenë marrëdhënie jashtë, pikërisht për të ruajtur gjatësinë në program. Nëse kjo konfirmohet, padyshim që ka pasoja. Ka pasoja. Padyshim që ka pasoja, largohen, suspendohen. Sepse është thyerja e rregullit kryesor në program. Sepse sa kohë ti e luan lojën jashtë dhe brenda luan një lojë tjetër, pra praktikisht kjo është një double lojë. I duplifikuar bandej brenda. Pra ti je një personazh që ke dy aspekte, ke dhe jashtë dhe brenda. Dy karaktere. Kjo sigurisht e bën programin fake. A keni kap në rast përveç këtij që është bë publik? Unë personalisht jo. Unë personalisht nuk kam pasur asnjë rast, kam pasur një indikacion një herë, tek i cili asnjëherë nuk më konfirmua, pra është një indikacion që një nga vajzat me një nga djemt ka pasur diçka jashtë. Asnjëherë nuk më është konfirmuar dhe nuk ka ndodhur tani, ka ndodhur më herët. Kemi kandidat po më shumë që janë në Kosovë, Shqipëri. Po. Me cilët kalon më mirë Olsa për shembull? Fillimisht me çunat dhe djemt, pastaj Kosovës dhe Shqipërisë. Shiko, të Kosovës i kam pak merak. Pse i kam pak merak? Sepse ata bëjnë rrugë shumë të gjatë, kalojnë gjithë ato peripeci për të ardhur. Sigurisht nuk janë në qytetin e tyre, janë në një shtet tjetër, ne jemi shqiptarë me njësoj. Padyshim kjo nuk bën diferencë, por është një ambient i panjohur për ta. Dhe të them të drejtën, i kam pak me merak djemtë e Kosovës e vajza s'kemi pasur deri më tash, siç e thoni dhe ju. Por dua të them që nuk kam unë diferencime. Nuk ke diferencime. Nuk kam diferencime. Unë përpiqem që sa herë ata të kërkojnë të komunikojnë me mua, unë të jem aty. Kam qenë gjithmonë shumë e ngarkuar dhe her pas here edhe nuk kam qenë kur më kanë kërkuar që të komunikojnë për një problem apo për një çështje, kam dërguar stafin. Tashmë kam filluar të jem më pranë tyre. Më pranë tyre që të thotë sa herë kërkojnë që të kenë një takim me mua, një konsult, unë gjithmonë e pranoj. Mos sot, nesër, pas nesër, ulemi dhe diskutojmë gjëra gjatë. Okej, vajzat e djemt, cilët janë më të pamenazhueshëm, me cilët e ki probleme, me cilët janë ose pak më fake, ose s'pedi si me thonë kështu pak më që me pas më të kjartë. Nuk i ndajtë, është çështje karakteri. Shumë aty çojnë pa fund. Është çështje karakteri, Nuk mund të ndajnë dot që djemt janë më pak, vajzat më shumë. Vajzat vënohen më shumë sepse shkojnë tek parukierja dhe ajo ka hapur gjithmonë probleme. Madje një vajzë para disa kohësh u pezullua nga programi sepse pothuajse erdhi 1 orë 2 orë me vonesë në emision, gjë që nuk vlente më. Dhe di që vajzat vënohen pak më shumë, por të gjithë janë të dëgjuar. Janë të dëgjuar, të respektojnë dhe unë këtë vlerësoj tek ata. Pra her pas here kolegët në televizion thonë Olsa si arrin ti menaxhor sepse ata janë shumë të vështirë me të tjerët. Janë shumë të vështirë se shfaqin pikërisht atë sensën e tyre të famës, atë karakterin e veçantë që kanë. Fama shpejt është rrezikshme. Po gjithsesi ata janë karaktere të veçantë. Pra, fama është një aspekt, por ata janë aty pikërisht janë karaktere të veçantë. Dhe duke qenë karaktere të veçantë reagojnë ndryshe me persona të ndryshëm. Dhe së fundmi të gjithë më thonë në Top Channel Olsa si e del që i menaxhon, por nuk e kam shumë të vështirë në këtë pjesë. A je e rrep në mendime, Olsa? A je kështu e prerë në mendimet tua? Suspendohesh, largohesh, kthehesh. A ka diçka që ta thyn zemrën me këtë vendimin? Unë e di se çfarë heqin edhe ata. Unë e shoh se sa shumë anatemohen ata. Sikundër kanë famën, që është aspekti pozitiv i të gjithë kësaj historie dhe përfitimi financiar që ato mund ta gjenerojnë pikërisht nga fama. Më vjen shumë keq kur ata sulmohen aq shumë, kur thuhen të pavërteta, kur i gërryen jetën private dhe u nxjerrin gjithçka në ekran. Këtu më vjen shumë keq. Dhe këtu përpiqem që të jem shumë njerëzore. Jo autore, po të jem njerëzore. Rasti i fundit ka qenë rasti i Anës edhe i Arionit, që është një rast i cili vazhdon akoma të mos ketë nuk kemi akoma një verdikt definitiv se çfarë do të ndodhi. Madje të mërkurën më në fund Arioni erdhi në program dhe foli, me të dy kam biseduar veçmas, në zyrën time. Se asnjëherë tjetër kanë ardhur, kemi biseduar 2 deri në 3 orë me të dy, sepse më duhet kuptoja vërtet çfarë po ndodhte.
Dhe tani që flas nuk e di vërtet se çfarë ka ndodhur. Çfarë do të ndodhë mes atyre të dyve? Çfarë do të ndodhë ndarme me këta dy? Ata kanë thyer rregullin numër 1. Shpëtim, por ne akoma nuk kemi mbërritur në një vendim definitiv. Por kjo është ajo që po na bën, kjo është ajo që nuk po na lejon të arrijmë në një vendim, sepse së pari është një ranë, kanë thyer rregullin numër 1 të programit. Së dyti, nuk kanë thyer rregullat e shtetit. Së treti, pra mes tyre të dyjave ka një autor dhe një njeri. Po. Autori me njëri janë mbledh bashkë dhe po mendojnë se çfarë do bëjnë. Sepse janë dy të rinj thonë, "Okej, u përjashtova dini tani nga programi." Në fund fare nëse e pëlqye njëri tjetrin, patën pasion për njëri tjetrin, ndodhi çfarë ndodhi. Kjo nuk ka pse ti penalizoj. Po nga ana tjetër, çfarë do ndodhi me të tjerët nëse nuk përjashtohen? Sepse kanë thyer rregullin numër 1 të programit. Atëherë këtu nuk kemi të bëjmë me një program të strukturuar, por kemi të bëjmë. A ka mundësi ky rregull të përmirësohet? Edhe cila është rruga më përmirësoj ky rregull që të falen për shembull njerëzit? Jo, nëse ky rregull, falja është një ranë, nëse do të shkojmë tek falja. Ama ky nuk mund të përmirësohet, ky kështu do të qëndrojë. Ky kështu do të qëndrojë sepse është rregulli numër 1 që programi të real. Është shtylla. Që programi është shtylla. Nëse ne nuk zbatojmë këtë rregull, atëherë programi nuk është real. Sepse ti dashuron dikë tjetër, më fal, ai dashuron dikë tjetër dhe në brenda program bën sikur dashuron dikë tjetër. Dhe ky është, nëse rrezikohet kjo, atëherë rrezikohet programi dhe rrezikohet bërthama e programit dhe këtu unë jam kategorike. A të intereson që ka thonë kandidatët po e quaj që janë brenda kështu? A të intereson opinioni tyre? A të intereson qëndrimi tyre ndaj juve si autore? Edhe kur janë brenda dhe kur dalin jashtë? Kur vjen në këtë pikë shpëtim që ti arrin një audiencë shumë të madhe, ti e kuptojnë që njerëzit asnjëherë nuk do e kuptojnë kush je ti në të vërtetë. Unë luaj një rol në punën time. Nuk jam Olsa e vërtet, asnjëherë. Unë jam një personazh që duhet jam ashtu siç jam, jo në ekran. Flas aty me ata. Jam një personazh që duhet jam ashtu siç jam derisa ata janë program. Kur dalin do më njohin mua vërtet. Sepse duhet të krijoj një shtyllë tek e cila ata do mbështeten, do reflektojnë dhe do besojnë. Kështu që nuk më intereson shumë se çfarë mendojnë të tjerët. Mua më intereson çfarë mendojnë ata që më njohin. Dhe mbi të gjitha, unë përpiqem të jem e drejtë, shumë e drejtë. Dhe kjo është sfida ime kryesore, cilën deri tani e kam ruajtur. Dhe mbi të gjitha të jem e ndershme dhe luajale me njerëzit, pra të jem fair play. Dhe unë për këtë jam e bindur. Mandej kur je drejt atakohesh nganjëherë, kur je drejt atakohesh sepse. Prandaj prekem për konkurrent të cilët dalin nga programi dhe përpiqen të hedhin baltë pa pasur asgjë me mua. Unë mendoj që ata që dalin nga ai program nuk kanë drejt të paktën me shoh sepse ju ka hapur një portë e madhe suksesit. Paktën një botë të famshëm, fama është investim, është sukses. Mirë, a të intereson opinioni i anës për ty personalisht? I anës, cilës anë? Anës së dytë? Anës që nuk është në program? Anës që nuk është në momentin, po. Për shembull. Çka mendon që ka mujt me thonë ajo për ty? Ne kemi pasur vetëm një takim kur doli foto, që ajo më tregoi variantin e ngjarjes. Pas një javë kam takuar më pas Arionin që më tregoi variantin e ngjarjes, nuk kemi biseduar. A mendon që të ka shoh apo të ka lavdu? Për shembull. Ana ka një gjë, është gocë e drejtë. Është gocë e drejtë dhe e drejtë për drejtë. Nëse do thot atë që vërtet mendon për mua, besoj që nuk do të më ketë sharë. Nëse nuk thot atë që mendon vërtet për mua, që zakonisht ajo nuk thot gjëra që nuk i mendon, ai sa e njohun Anën, Ana është e drejtë për drejtë dhe thot gjithçka çfarë mendon, besoj që... Mirë, tani e kemi një video të... Mos më thuaj. Po, tani e kemi një video që Ana ka bërë për Olsen. Mos u emocionat ashti, do ta ndëgjojmë. Përshëndetje studio, përshëndetje Olsa. Kur më kërkua të bëj një video mesazh për ty për të thënë ato çka unë mendoj, pranova pa hezituar. E para sepse ti je një autore shumë e mirë dhe e dyta femër shumë e fortë. Unë dua të falenderoj nga thellësia e zemrës për mundësinë që më dhe për të bërë pjesë të përputhen, për gjithë këshillat, për gjithë të vërtiturat, për gjithë shka që je ti, sepse nëse ti nuk do ishe kështu si që je, më besoj program nuk do funksiononte. Kështu që unë dua të them faleminderit shumë, të dua shumë dhe më fal për gjitha herët që të kam mërzitur. Shive. Qofse shef, ne themi rënqethet. Dhe kam shumë sinqerisht këtë. Jam kështu, jam pa fjalë kur
Ana dhe konkurrentët e dinë sa e fortë duhet jesh që të mbash këtë program. Duhet jesh shumë e fortë, sepse një femër plus shqiptare, plus në një mentalitet çfarë jemi ne, mentalitet, s'më thon që jemi i dobët, po me vështirësi gjanat i pranojmë ku i shohim në ekran. Padyshim. Ishte e falenderoj shumë Anën për këtë fjalë që ka dhënë. Kur janë thënë këto tani vonë besoj? Tu janë thënë sot. Sot? Sot, po. Sot. Okej. Më thënë pas gjithë kësaj vrulli dhe hamullie që ka ndodhur. Ana thot ndoshta që të ka mërzitur pikërisht për situatën e fundit që ka ndodhur. Unë nuk jam mërzitur fare për çka Ana ka bërë, sepse kjo është diçka që i takon asaj. Më vjen keq vetëm pse Ana si a gjetën një dobësi për ta dëmtuar. Për këtë më ka ardhur keq. Sepse për gjë tjetër domethënë unë nuk jam mërzitur. Nga ana tjetër të bërtiturat e mia janë me famë. Kështu që vërtet shumë, kështu bërtasca. Me intonacion të lartë apo kështu me tregtitet. Nuk e di, duhet të presim atyre të cilëve ju bërtas. Dhe të falenderoj tha për hapjen e një mundësie. Domethënë të falenderoj për hapjen e një dere të famës, që është Ana, do të vajzat aty gjithmonë para 2 ditësh ishte Melisa, që vjen, më jep një përqafim para, unë nuk jam e ngrohtë me ta, shumë e ftohtë. Edhe në jetën e përditshme nuk të përqafoj shumë, nuk të puth, nuk të them zemër, shpirt. Jam disi e ftohtë edhe me familjarë dhe me njerëzit që dua. Mendoj që qëndron brenda zemrës, ajo vjen, më përqafon shumë fort, po shumë fort. Dhe thash, okej, Melisa çfarë unë rria kështu, dhe nuk bëja zërë të më rria me duart kështu. Çfarë po ndodh Melisa? Të falenderoj me jetë se çfarë ke bërë ti për këtë mundësi që më ke dhënë. Sigurisht dhe nuk dua të ta them të dëgjojnë të tjerët se do thonë që jam servile, më tha mua. Më përqafoi fort edhe u largua. Ata që janë sinqert duhet me qenë falendërues. Ata që janë sinqert. E kam ndjerë. Edhe kur largohet, edhe kur suspendohet, edhe kur duhet me thënë faleminderit. Edhe ajo është edhe pjesë e karakterit. Ka njerëz të cilët nuk ta thonë, po. Falënderimi është institucion. Edhe mirënjohja. Edhe mirënjohja, unë i besoj shumë. Faleminderit edhe të thuash faleminderit dhe të kesh mirënjohje. Olsa, ka në moment që ke thonë stop, duhet me nërë këtë projekt se nuk shkon. E kam vështirë me përballu. Kohët e fundit shumë shpesh. Shpesh? Edhe është e çuditshme. Shumë shpesh. Po ndoshta unë karikohem me energji diellore ndoshta. Pe diellit, në Shqipëri e keni manxet me qenë Kosovë. E kemi shumë po. Me qenë Kosovë unë besoj që do isha dielli drejt. Dielli tash deri në mars prill mund. E ndjeva rrugës kur vinim. Sa po kaluam tunelin, fillua mjergulla para tunelit ishte me diell. Ka pas momente kur ke thonë që duhet me ndërpres sepse presioni, sulmet, kërcënimet fizike, a ke hapur me rast polici? Jo, nuk e kam hapur, ishte rasti i fundit para disa ditësh, e bëra me dije, por mendoj që janë raste sporadike të cilave nëse do t'i jap krah, do bëhen më shumë. Edhe mua nuk më shqetësojnë fare këto. Po i qunë si rastet e izolume, thonë. Janë rastet e izoluara që mendoj që nuk do t'i japësh krah se në fund fare nuk i kam rënë askujt në qafë, po bëj një program që disa njerëz i pëlqejnë gjërat që ndodhin, disa të tjerë nuk i pëlqejnë këto situata që ndodhin. Shiko, ti je në rregull me... Sa kohë të ndjekin 2 milion njerëz? Ti je në rregull, në moment që të ndjekin 2 milion njerëz, ti je në rregull. 2 milion herë 2 e thënë, ndoshta ose herë 3. Platforma tjera në për rrjetet tjera. Sepse çështja është jo, po kur e klikon, sepse nuk kemi... Kur hap në shtëpi me një Smart TV, e shohin 10 veta. E hap edhe me familjen, ose me dashurin, ose me burrin, me gruan, me fëmijët. Mirë, kur e presim çiftin e parë nga përputhën? E di pse e bëj këto gishtat shumë? Apo ndodh? Kam përshtypjen që po ndodh. Apo ndodh, a? Po. Ata kanë një problem. Shpëtim që i shef në backstage, i spionon më sakt. Ose më spionon stafi. Olsa filani me filanen. Janë shumë të afërt, po duken shumë përqafuar. Kur vinë aty kanë një lloj stepi ta pranojnë. Është opinioni. Sepse meshkujt do dalin dhe i thon shokët. Po tima si them pëlqen ajo. U zhburrove. Po ça bën ti kështu, gjithë ky çun. U zhburrove. E kanë atë hezitimin ta pranojnë pëlqimin. Shiko, unë them kështu. Duke njohur këtë mentalitet tonin, ti e ke problem me nxjerrë qift. Po nxjerrë qift. Kemi nxjerrë do javë ka qift. Sepse thyet mandja. Le të martohen shqiptarët, le të hecin. Por besoj që jemi në rrugën e mbarë të një çifti. Besoj shumë, edhe uroj që të ndodhi. Urojmë që të ndodhi. Kështu që a mendon që çiftet që do dalin nga ky format do të kenë një gjatësinë e tyre? Kjo pastaj është e vështirë. Kjo është e vështirë. Besoj që ata mund të kenë një pëlqim aty, mund të dalin jashtë, por vërtet mund të fillojnë të njihen ashtu siç duhet të njihen. Mund të jetë një çiftzim pak i sforcuar këtu në ekran kështu nganjëherë, mund ndodh në afekt. Sepse në momente të caktuara ata mund të pëlqejnë, shkojnë mirë me njëri tjetrin, i pëlqen dhe publiku, ai ose ajo thotë
është partneri ideal për këto elementet që unë i shoh, se vërtet ata njihen. Ata nuk jenë në raport me njëri tjetrin, sepse ata takime nuk njohin në realitet, nuk njihen në realitet, duhet më shku me marr ujin, me marr ato, me ble ushqimin, me plas rrymën, me Po dhe me qëndru bashkë në një kohë gjatë, sepse kur ti qëndron 2 ose 3 orë në takim është një gjë. Qëndron në backstage 20 minuta, 30 minuta është tjetër gjë, kur unë me ty ndaj orë të tëra WhatsAppi, orë të tëra diskutimi, ndajmë një javë pushime bashkë, aty njihen vërtet ata. Sigurisht, aty hin Kjo detyrimisht vazhdon të jetë një njohës sipërfaqësore. Mirë, fola pak për Olsën dhe marrum të fol për dynjon. Tregona Olsa. A jeni e përputhur ose? Ju që po mendoni me përputh një dynjon atje. Fola pak për juve. Jeni në lidhje. Më shkruajnë shpesh dhe më thonë. Po XL nam gje një burr për vete, moj Olsa. Çfarë merresh me këtë histori? Gje një burr për vete. Pra ato vete një herë. Nuk e di pse shoqëria shqiptare është kaq maskiliste. Dhe mendon si dobësi faktin që ti nuk ke një burr. Pra unë nuk kam burr, edhe kjo është dobësi. Dhe e ndjej shumë edhe te kolegët. Dhe në kismet thonë në Kosovë. Olsa shkoj gjej një burr, një ish konkurrent, kërkonte të më ofendonte duke thënë, po i ke gjej një burr Olsa, se ajo është shumë personale, ajo është diçka që jo, mendon që kjo është dobësi, nuk e kupton që kjo është zgjedhje. Pra, unë e kam zgjedhur, ti jam kështu siç jam. Nuk do thotë që si s'do me ndryshu kur, do me mbeti kështu, gjithmonë pa martu? Jo. Se kemë planë ato? Unë besoj tek familja shumë, e dua familjen shumë, për momentin nuk mund të bëj dot të dyja. Mirë, tregona pak kështu, moshkulli ideal për Olsën, duke njoh karakteret tash, duke pas punë me karaktere ndryshme, duke pas punë me lloj-lloj figuranti, me lloj-lloj. Një fjalë. Mashkull ideal për mua është mashkulli që më dominon, kaq. Unë nuk kam tipare, ti mund t'jesh më i shëmtuar e të shëmtuar. Ti e do në fiks shqiptar, kështu i dominum full. Ti duaj që të më dominoj. Të më dominoj në diet, të më dominoj në arsyetim, të më dominoj në të lexuar, të më dominoj si karakter. Jo që unë të mbështetem edhe të gjej një shpatull, të ketë cilat të qaj të qesh, të kërkoj ndihmë, të marr të jap. Por dua të më dominoj. Kur të vijë ai mashkull, besoj që do ketë një përputhje. Do ketë një përputhje. Do ndodh përputhja. Është një situatë e komplikuar në jetën time private, kështu që pse e komplikuar? Pse be thu kur ndoshta s'është e komplikuar. Ndoshta është një zgjidhje shumë e lehtë. Po ti ja komplikon vetes. Jo zgjidhja, se sa situata. Ke parasysh complicated relationships që thon amerikanët. Ndoshta unë ndjem në këtë situatë, nuk e di. Mirë, ti për kushtu punës një herë dhe ajo po të shkon me shumë sukses, një sukses që e admiron çdo televizion apo çdo emision ta ketë gjithë këtë sukses, është sukses shumë i madh. Unë e mendoj që në historinë e televizionit shqiptar nuk ka ndodhur dikush më kaq shpejt. Domthonë është një rekord. Është një rekord. Ndoshta mund ta paralelizojmë dhe me Big Brother, por atëherë Big Brother nuk u ndihmua nga rrjetet sociale, kështu që mund të them që është rasti i parë në historinë e televizionit shqiptar. Për këtë tash kohën e fundit, se është një shpërthim. Mendoj në të gjithë historinë e televizionit shqiptar. Ne të urojmë shumë fat në formatin e juaj, të urojmë shumë sukses dhe besoj që do ta kemi një lidhje në mes të dy emisioneve kështu, ndaj sjellni mysafirët ka pas kohë që ti kemi këtu dhe ato çka nuk e keni thënë ju ti thonë të tjerët për formatin përputhen, nëse kanë çka më thonë. Janë të lirë të gjithë të flasin. Absolutisht shumë falenderoj shumë. Faleminderit. Isha shumë komode. Faleminderit edhe për mikpritjen. Edhe u kënaqa shumë në këto 24 orë edhe në Prishtinë. Është mirë Prishtina. Prishtina është shumë e mirë, shumë e bukur, shumë e lezetshme, po. Më zuri mjegulla këtë herë, po do rikthehem sërish. Duhet me ardhur më shpesh në Prishtinë sepse është e mirë kur nuk ka mjegull dhe pse jo ta provosh edhe përputhjen, se nuk dihet fatin edhe në mjegull fati lind. Edhe në mjegull fati lind. Publik i dashur, ishim në këtë pjesë të parë me Olsën, autoren e emisionit Përputhen, një emision reality show që tani në këto momente në Shqipëri po thënë rekordet e suksesit në shikueshmëri. Ata që kanë nevojë për marketing të Kosovës më kanë kontaktuar kompanitë si më bë që drejtohen tek Përputhen, është një numër kontakti? Është një numër kontakti. Po, e nxjerrni poshtë ekranin numrin e kontaktit të kompanive që dëshirojnë të bëjnë marketing në një emision mjaft shikum. Kontaktoni tek numri poshtë Olsa. Faleminderit shumë. Marketing. Jemi kthyer në pjesën e dytë në këtë javë në Kosovë Show. Faleminderit ata që përkrajnë këtë emision tash shumë vite. Cima Construction, një kompani
e madhe ndërtimeve në Prishtinë, në Fushë Kosovë, në Soarek, në Frizaj, në mbarë Kosovën, Cima Construction, kompania më e madhe vendore e ndërtimeve të larta banesore në Republikën e Kosovës, pijen tonë zyrtare Golden Eagle dhe Relax, prodhuar në Suharek, pija me shitur shqiptare në mbarë botën, pra knaqësi prodhimi yni, energji full, relax full, vit i ri, normalisht që vjen i gëzushëm, shpresojmë këtë vit. Kemi mandej Italterm në Prizren, një kompani e madhe që në Kosovë sjell brendin e njohur italian Ferroli për nxemje të çdo objekti, duke filluar banesor, afarist e lloj-llojshme të ndryshme, pra Ferroli i njohur në mbar botën për cilësinë që ofron ky brend i ngrohjeve. Crystal Palace në rrugën e Kombit, Ibrahim Rugova, Dalja Veri në Prizren, emri i përveçshëm i hoteleve në Kosovë, i gatshëm për çdo event familjar, me një sallë gjigante deri në 700 persona, si dhe një hotel me 5 yje për njerëzit që dëshirojnë të kalojnë qaste të mira në këtë hotel, pra Crystal Palace, Dalja Veri në rrugën e Kombit. E kemi Zeni Metal në Prishtinë dhe në Malisheu, një kompani e njohur për përpunimin e metalit, tani me çdo gjë që shesyri Zeni Metal ta sjell në shtëpi. Rota Smart, këto pajisje elektronike që janë trend në për këtë botën, i kemi në Prizren dhe në Fushë Kosovë. I kisha gra pak po mas emisionit. X-Ford në Dogana Kaçanik, kompania më e madhe shqiptare për prodhimin e izoluesve, çdo shtëpi tani më duhet të ketë izolimin nga kompania e njohur X-Ford Doganaj Kaçanik, Republika e Kosovës, si Labja Gumbo, Labi FSHKF. Shalaj, një kompani e madhe që prodhon kupza dhe gur për muratim, cilësi dhe pamje e shkëlqyeshme, Shalaj SHBK në rrugën Istog, Klin. Shkojmë në Mitrovic tek Skandora AB. Ata që dëshirojnë të punësorë në Skandinavi, lajmërohen tek Skandora AB sepse bën ndërmjetësimin dhe sigurimin e vizave të punës për në shtetin skandinav Suedin. Ata që kanë ndonjë profesion tek Skandora AB në Mitrovic. Për duken time tash shumë vite Lambertin në Pallat Rinisje dhe Art Vlog tek rruga B. Para se të shkojmë tek mysafiri, 2 personte, stafi ynë ka realizuar një histori në teren, ta shohmi këtë javë ku kanë qenë dhe kthehemi me një këngëtare që e don mbar publiku shqiptar. Story. Blerina Klokoqi Rugova, dizajnere e cila me punën e saj për shumë artist brenda dhe jashtë vendit, ka pasur shumë suksese, duke u njohur për stilin e saj unik. Hello, mirë se erdhe. A e mirë që shi? Hajde urdhë e dashur. Blerin, sa i kushton e rëndësi dukjes dhe veshjes tuaj në përstinët e vitit? Në fakt, unë ndoshta i kushtoj ma shumë se sa çdo femër në Kosovë, për shkak që është punë për hobit edhe profesion është. Kështu që e kam të gëshëtuar të krejt me një vend, edhe dukjen e kam prioritet. Shumë shpesh, ndoshta edhe kam probleme edhe me të familjes ose me të shtëpisë, shumë rrallë më bjen me dalë që shysh. Edhe pse shumë shpesh kam qef me dalë për nerka, e pali me pandresht, po çaja çka unë thjesht prezentoj është edhe emri jem edhe puna jem, kështu që mundona sa më shumë mu fokusu që mu do bukur. Me që jemi në stinën e vjeshtës, çka vesh dhe çka parapëlqen për stinën e vjeshtës? Në fakt, unë kam shumë lehtë, Arta, e kam fatin që çdo ditë mu i mindru teshat, se vetë çka më bo gjatë javës. Kështu që nuk e kam probleme dhe mi vesh edhe sendet e hulla, se vesh e bëj një paltë ma të trash. Kështu do të nuk ka asnjë rregull të shkruar për mua. Kombinohesh të lajke. Do të kam qef, a dal në korset, me një fund shkurt, e vesh i paltë të mblona, ose veshna me materiale të leshit, të trasha, do të thotë, e vesh një lek. Kështu që se kam problema të send. Ai sen është për mua do të shumë sani parancishmë që ka vesh i verës dimrit, se krejt opcionet i kam për një javë i kry. A do të thotë që patjetër veshjet e Blerinës në stinën e vjeshtës të kombinohen edhe me ngjyrat e natyrës?
Jo shumë shpesh, normalisht që është pagës e rëndë që midis dimrit me vesh ngjyrat e hapta shumë, se edhe syni nuk është që ta lejon shumë. Janë ngjyra thjesht që ma të lehta, ma pastel, që mund të më leju për sezonën e vjeshtës edhe dimrit. Unë zakonisht i pa pëlqej për veti me shku me ngjyra ma pastel. Sa ka rëndësi kombinimi grimit me make-upit në veshjet e juaja? Po është normalisht që sa do që dukesh bukur me veshje, unë kam defekt profesional. Edhe provat generale kur të mbinë me mbuft fustanave, gjithmonë i preferoj lijon dreç, ose ti të qysh ty të pëlqen vetja, kur të bën provën, kur je lijon dreç, se sa do që fustani është është më i mirë që mund të ekzistu, po kur si e lyme, kur si e këti e kënaqur me dukjen tonë, me flok, me make-up, do thotë më shkon puna pagës e hoç, me thonë kështu. Po aksesorët e ndryshëm, a i kombinoni apo ato i vendosni vetëm në rastet e caktuara? Unë fakt për veti e kom pas fatin që burri kur nuk më ka kritikuar se kam nuk unazën, edhe ja këna dhënë njëri tjetrit atë lirin që thjesht mos me vnu unazën e martesës, unë për veti për shkak të materialeve, ka ndodhur 2-3 herë me materialet i kom dëmtu me unazë. Po diçka botha, varse? Unë për veti nuk me duru kur gjë heq, kur gjë është jam me duru. Dhe nuk me duru as vët, as unazës. Do të kam raste ndoshta me vjet tona që nuk qes kur gjë, as në shaf, as në fyt, as në dorë, as kur gjë heq, kur gjë për aksesorëve. Sidomos tek femrat është i preferuar shumë edhe stili flokëve. Sa merrni ju në jetën personale me flokun? Unë jam madhuar se flokëve të gjata, des për flokë të gjata. Bile se zakonisht kur shkoj te hairstylistja Meritoni, filloj, a dim si ti shoh vish, e shef ai pak shumë filloj me prek flokët, vish ik me njëherë shkova mi zgjat flokët, atje se i kom flokët atje dhe vish kur të shoh Meriton po do mi zgjat flokët. S'mund më shmimojt, se thash gjithçka që është e jam as më mojt. 2-3 ditë, 4 ditë, edhe pse i dëmtoj të mia tu i heket të vnu, po kam i adhuroj flokët të gjata. Dhe çdo femër me flokët të gjata, unë ai që këshiri kështu me sa me çep, sa me çep. Rëndësi në jetë ka edhe shëndeti, duke pas parasysh edhe fizikun. Cilat janë metodat që përdor Blerina në ushqim, në sport dhe në jetën në përgjithësi? Blerina ka një probleme më të mëdha se sa krejt shqiptarët. Është thjesht mu përpos që stresi do të më marrë në vit trupit, në top, do të normalisht që pak s'kom më shkurtu jetën. Pik me dy teja është. Stresi o qaj që thjesht nuk më lem kur më trash. Edhe më marrë shumë vital. Edhe këtu në shtëpi kemi shumë shkollë, edhe do të ton kohën në lëvizje, edhe shqyrzoti s'po trashna, edhe në lokal kemi shkollë, kështu që ton kohën jam lëvizje, nuk është që... Super, s'paske nevojës për sport? Jo, s'kam nevojë për sport. E paske sportit gjatë punës? Në fillim kom pas në Tregu Drejt, kur kom pas në lokalin në qendër, do të shkoj në ushtrime, normalisht që femna, do të patjetër pak me pas trupin ma vital, ma pëcit më konë, me vijat, ma definume, po unë e për veti jo, të kone fundis të mos e kom lënë këtë anash këtë pjesë. A ka ndiku protokolli familjes në punën tuaj? Unë i kom respektu çdo rregull për çdo protokoll, këto të na ka rregulla në familje, kështu që edhe stili dhe puna jam do të është në atë mënyrë që thjesht edhe punimet kur i bëj shumë në mënyrë elegante, jo vullgare, jo ekstravagante, kështu që i bëj shumë klasike. Edhe normalisht ka ndiku, është një edhe fryma e familjes që ka ndiku në stilin tim. A ndjeheni me fat që jeni pjesë e familjes Dr. Ibrahim Rugova? Normalisht është fat dhe privilegj të jem pjesë e kësaj familje. Blerin, sa praktikon veturën ti? Në fakt që kjo rruga që na e morëm tash për më ardhë është koha që mas shumë ti mu më bjerë me najtë në veturë. Normalisht jeta është ashtë dinamike sa që edhe po du të me qenë shumë fleksibile për me lëviz. Me thonë ndoshta 30% kohës që jam veturë nuk më besan. Ndoshta edhe ma shumë se 80% kohës. Cila pjesë e qytetit Prishtinës pëlqen më shumë? Unë jam rritë në qendër të Prishtinës, ku s'kena pas nevojë shumë për kerr. Jam rritë në qatë lagjet që thjesht gjithçka kena pas afër, shkollën fillore kam pas afër, qendrën e kam pas afër, spitalin afër, gjithçka kena shku nëpërmjet rrugës. Vëmdej nëpërmjet në kam, edhe më pëlqen qendra, pse është i kam më afër me lëviz, po tash do të thotë ndoshta pse jam
kom fillu me dalë, jam në periferit Prishtinës për momentin me punë dhe shumicën e kohës për kalem në periferit Prishtinës, thjesht ka fillu me më pëlqy ndoshta edhe aja qetësia, ndoshta me kalimin e kohës, pesha vetën të fillu me paku njerëz dhe me paku sendet. Je nga ku sigurisht shumë punë deri, edhe stresi i madh i punës, mandej ke nevojë për qetësi. Shumë, definitivisht kam shumë nevojë për qetësi. Blerina, cilat veshje i punon më me pasion, ma shumë i ki qef? Zakonisht unë ndina rahat dhe komod në çdo lloj të veshjeve, po për qefi i punoj punimet punimdore, koleksionet e fustanave të veshjeve të couturit të lartë, klase të lartë, do të veshje që me thonë teknikisht ta hojnë shpirtin, kur ta shkurtoj nimrin. Nëse nuk është 200 deri në 2000 orë punimdore, për mua nuk është sfiduse. Do të thotë me qenë për 2000 orë punimdore, për shembull, si kjo, komplet në dorë, për me qenë për mund ndiju në rahat dhe komod. Këto janë lloj veshjeve që thjesht shumë pagës aplikohen në Kosovë. Na ka për mbi 12 vjet që i punojmë. E kam pasion këtë lloj veshjeve, zakonisht edhe kur bona nervoz, edhe këtë pinonave tona, gjithmonë kanë thonë njalu je derën, jashtë rruza mpej, kështu me qetësu nervat. Kështu që thjesht unë zakonisht edhe kur jam nervoze, diçka kapi punoj punimdore dhe qetësona relaksura komplet. Kështu që është një terapi. Apo na tregon diçka prej koleksioneve të vitit 2020 çka keni punu? Në fakt këtu jam koleksion të fundit koleksionit 2020 që jem punu të couturit, do të thotë është të punuar me mandapsh të pastërt. Punimdore është pjesa nalt, e gështetuar me 4 lloje të materialeve nëse është. Do të thotë kam përmi 12 metra material në vetëm në shtresën e parë, edhe 6 në shtresën e dytë, do të thotë që janë dikon 18, edhe krah dikon 19 metra mandapsh i pastër material. Zakonisht shumë pak preferohet me punu me mandapsh arta, për shkak që materiali më i ndihshëm është mandapshi, nëse pikët edhe ose me njerëz dorës, nëse me çaj ma nuk pastrohet. Do të thotë që i hub shkëlqime. E kjo është një prej materialeve që thjesht na e pëlqejna, po edhe shkëlqimin e ka ndryshe, llojet e mandapshit. Do të thotë që e preferojna shumë. Kemi punu deri tash mbi 70-80 fustana vetëm për një sezon të mandapshit. Është material që don shumë për kushtim, po rezultati është shumë i madh, në fund, se duket tip bukur. Blerina, po na tregon cili është trendi i veshjeve për vitin 2021, çka je të punu tash? Në fakt na nuk e njekmi trendit. Trendit që na njek në Evropa. Na jemi të punu për koleksionin e ri, koleksionin e 2021-s. Në menaxhimin e valjet të dizajnerëve të reja që kemi shumë potencial edhe shumë talentume, thjesht i kemi fillu koleksionin e ri. Është një për koleksioneve që do të shfaqet normal vitin e ardhshëm. Cilat janë punët më të veçanta të Blerinës që i ka punu për artist, për sportist, për fytyrat eminente ose për fytyrat që janë të njoftuna për audiencën? Gjithçka që thjesht na nimi rahat është ajo që kisha dashur me veçu. Kur gjë specifike, se në çdo veshje na merr shumë kohë. Na merr mund, edhe cilën do që e veçaj, muj me haru shumë se tjera. Kështu që nuk kisha dashur me përmend. Po, nuk kisha dashur me specifiku asnjë për klientave. Na si biznes na shumë të hapur në çdo bashkëpunim. Edhe gjithçka që punojna për çaf, kështu që me secila e ka maksimumin, secili punim e ka maksimumin tonë. Pra, ishim me Blerinën, e cila na shpalosi disa pjesë të punës dhe jetës së saj personale. Me mua artën, në stinet e arta ishte Blerina. Mirupafshim.
Jemi rikëthy prapë në studio, në këtë pjesë të tretë, me mysafirin e dytë personë në studio, që është një këngëtare thash që e donë mbarë publiku shqiptar që është këthy në senzacion në Republikën e Kosovës. E mi presin për herë të parë në Kosovë Show Merita Atifi. Si e Merita? A e lodhë? A ke pas ftaftë jo? A donë energji, a donë relax? Relax, bravo. Energji, po vim sa për energji, nuk po ka nevojë, bes mu relaxu. Merit, si kalove? Mirë, super. Mos hera parë që të kemi në studio në emisionin Kosovë Show. Po. Për disa njerëz dhe bizneset që pandemia i ka dëmtu, ty të ka kthy në sukses. Po. Gëzuar mas pare mirë se na erdhe. Faleminderit shumë. Gëzuar. Merita, një këngëtare dashur për këtë publikun shqiptar, ka shpërthy kështu në një shpejtësi të dritës dhe e ka rëmbys skenën shqiptare me projektet e saja që i ka pas nga koha kur është izolu bota dhe Kosova normalisht. Që shumë ndjeve kur këtë mbyll ti shpërtheve? Në fakt nuk e kom prit që ka me pas sukses kaq të madh, sidomos coveri që me bom, ka qenë veç e kem postu veç për qef, nuk ne ka morë manja që ka me ecë kaq shumë. Beson nuk e kom prit as vetë, veç shumë jam e lumtur që ka ecë. Dhe me thonë, ty të ka ndihmu konga që me bo, një kongë e punuar nga Krishnika Avdiu, nëse nuk ka bëj, autori i njohur tani mo shqiptar për hitet që i ka në tregun muzikor, dhe e interpretuar fillimisht nëse nuk ka bëj nga Azizi, mande nga Merita, një projekt që shpërthej. Dhe me thonë, me shpërthy në një cover, është ko gja një farë senzacionin, se njeri vë pa një kong, taman edhe hits, okej. Po në cover pak, ko gja interesant. Arritje e madhe. Pse Merit, pse ndodhje, pse ti për shambull me pas këtë shpërthim ka shpejt në pandemi? A ndikoj që njerëz kanë qenë mbyllun, a ndikoj zoni yt, a çka ndikoj? Apo ke diçka ndryshe? Nuk e di, me pyet njerëz. Po ma marrmanja pak kemi qenë të mbyllur, gjithë koncentrimi ka qenë telefon, muzik, filma, kështu që besoj e kom gjetë kohën për me shpërthy edhe e ka bën ato të vetë. Mirë, po përveç asaj që ka shpërthy, mandej edhe çdo projekt që ke punu ti ka pas sukses. Domethënë, aja ka ndodhur ashtu rastisht pak, po jo këtë rastisht. Se me pas ndodhur rastisht, me atë projekt ishte nalti. Po çdo projekt ka ecë shumë mirë. Faleminderit, ka ecë çdo projekt shumë mirë edhe janë tu vazhdu me ecë. Besoj që kemi me pru edhe projekte të reja, shumë shpejt. Jeni kështu këngëtare e muzikës popullore moderne, muna me qujtë. Një qike re me kënum popullore me pas sukses, që shpendim vetëm? Mirë, super. Hajde kështu muzikë alternative me qenë qike re shkon, po. Një qike re në zhondrin popullore është, hala ka kësi qike re popullore të kallën të nabudin, qika re. Populloria është ma shumë që ngote, na kopina për neja, dorsma, besoj që është ajo që flanë ma shumë. Merita, planet tua për të ardhme, po më interesën mu, a kemi qëndru besnik kongës popullore? A kemi ndru? Jo, nuk ma marrmanja. Si kemi ndru? Jo. është populloria më flanë, edhe pse nuk e kam problem me kënoj edhe modernën, pa problem, po populloria është popullore. Okej, kur ja ke nisë me kënu, me këndu, a ke fillu me këndu këngë popullore, apo të zhondrëve tjera, në fillimet e para? Para si më bon njoftën Merita? Në fillimet e para, pa fillu profesionalisht, në fakt kom këndu moderne, po tash ka qenë edhe pak agje ai që më ka shtyp nga populloria, kështu që besoj që më ka pëlqy edhe mu ka përshtot edhe shumë, edhe kom vazhdu me shumë kënaqësi edhe kam e vazhdu gjithmonë me popullore. Kush merret me Meritën? Kush kujdeset për ty Merita, për këngët, për paraqitjet, për gjithçka që ka të bëjë me skenën, me muzikën? Sa i përket punës muzikës, e kam agjen, është një kosisht edhe menaxhiri im, i cili merret me gjithçka sa i përket muzikës. Kem punu me shumë bashkëpunëtor ndryshëm, i falenderoj shumë. Tash përkroja me e madhe është po dihet vetë se publiko, cilët i falenderoj shumë që na ndëgjojnë. Besoj që kena me pruri si treja, pra për ceki. Kur presim, e kene pas një bashkëpunim kohën e fundit me Borakun, që është i suksesshëm. Po, ka ecë mirë. Që më thonë shumë i suksesshëm, dy këngëtarë të mirë në një vend dhe nuk ka mungu suksesi. A kemi me pas bashkëpunime tjera? Planët tua, për të armën e afërt, flasim tash për këtë dhjetor, janar që jemi në prag të festave.
Nuk e di, tash për momentin jo, po besoj me një baladë solo, ma mërmenja. Kur e presim baladën solo të Emeritës? Janari shkurti, ma mërmenja. Janari shkurti. Pse këtë këngëtarë të qysh një janar shkurt kanë qepë në ashtin dhe në publiko me balada me... është koha është fëtat, e këtë rinë mrena, edhe tash baladat i përshtatën ma shumë. Edhe po vujnë ma shumë. Po vujnë, na jena popull të bëshëm që zakonisht vujnë atë dimnit, dita shkurt, pse pësë do vujt, hajtë do vujmë që të mirë. A ndëgjën muzikë ti Merit për shambull? 24 orë. Jo, këngë tua. Jo. A ndëgjën muzikë përgjithësi? Po shumë. Shumë? Shumë dëgjë muzikë. Ka këngëtarë të mirë shqiptarë si pas teje? Po, ka, shumë ka. Cili është për ty këngëtari më i mirë shqiptarë? Nuk e di. I ndëgjoj krejt. Krejt ka pak? Nuk është që kam dikan cilësum kështu. A kopion, Merit? Jo, kam qef më konë. Stilit këndimit, a kopion? Jo, në fakt, i ndëgjoj nëse më pëlqen diçka prej një konge, e marë. Ama në fakt, jo, kështu me kopju dikan më konë kopje dikujt jo, kam qef me qenë Merita Latifi. Okej, të regona Merita Latifi, sa orë në ditë punon? Sa orë punon në ditë, kështu në një ditë zakonshme, që s'ki me shku në koncert? E kem fakt me djallin Agjit 2 orë, maksimumi 3-4. Në varët që shtë jem disponem. Në ditë? Ju punë e quni me bo muzikë, me kënu? Po. Në shpi? Muzikë. Studion? Po, e kem edhe studion, mini studio, ku ushtrojmë. A ditën a natën ushtroni zakonisht? Zakonisht natën, që kanë zoni ma shumë. E këta shpis, kur flajnë, më ndej, kur ju ushtroni? A ka gjuma ti më ndej? Piqis mi pish shpi. Qa me po, du të mi si të pish shpije. Mirë, personalisht, i e vojzë e re, këngëtare e re në skenën muzikore. Apo të ngusin djemë të ashtë të regona? Jo, bre qani. Jo, ha? Dhe më thonë, ti nuk je, se ki janë i menë një herë ka jo pjesë, ju ki përkushtu muzikës edhe shkollës. A të pengon diçka të vetë vetja? A kështë pas që më konë ndryshe? Jo. Kur gjo? E sigurt? Në gjyra flokëve? Zakonisht vajzat i ndrojnë ka 3-4 herë në mujë në gjyra të flokëve. Njëherë për njëherë jo. Ma vonë nashta. Ma vonë nashta. Perfekt. Ju, nëse nuk gabojone e orkestrën në ekip familjare, që është me punu me njerëz që është me ta në mëngjes, halë mëngjes me ta, hanë drejk, bani ton tubë dhe shkallim një darsëm, prapë njëjtit, dhe më thonë është një farutine e njëjt, e din që ka ndullë, marrë në ekipës tonë. Ma mërmanja që ma mirë është me familjar, e din që ka ki me bo, nuk po di që me thonë, ma mirë me familjar, ma mërmanja. Ma mirë është me tut. Nuk më punu me tjerë, nuk më ka rashë. Edhe në qovë se ki probleme, ki tut, pajtohësh, ki probleme kështu verbale, dhe punë do të me e kry. A je sakt, Merit? A je sakt në termine? A je sakt në jetë? A vonohësh? S'ka ma sakt, s'ma mërmenja. Jo, heq. Heq? Heq. Të pak të mvi një 10 minuta, ose 15 minuta para kohë. Dhe më thonë, je e sakt në termine? Gjithmonë. Nuk je si këtu vajzat që zakonisht vënese më të modhe e bojnë dhe dalin për jashtë? Bo më në dy bojnë gati dhe... Ja, sakt jam ku. A mërzitesh në sanë? Për çka mërzitesh, Merit? Nashta tash jam... Më kanë kufizu dhe sene, nuk po kam atë farë lirin që e kom pas para famës, tash po më kufizohen ma shumë sene, që kjo pak ma e mërzitshme ti tërësën. Dhe më thonë nuk po je lirë me dalë, ose kur del je prape kufizume. Gjithë. A jetë qike shpis, kur je në shpi? A qohësh mi bë punë të shpis? A lanë enë? A i ndronë ato farë qërshafat? A hik perdet? Qka banë shpi Merita kur është? Flaj, ushtraj. Këtu punë tjera si prek me dorë, dhe më thonë? Nuk është që nuk i preki, po nuk është edhe që mirë na dhe shumë e tu. Nuk kërkuan për temi, po se ka tjerë. Dhe më thonë, qikë kështu, pak e lasdrume në shpi. Punë të shpis nuk i banë, sa të është mami, nuk i banë, se kur dilë shpetone, kime shku me mundasëm, edhe mu këthimi po punët. Mirë, e the që e presim kongën një janar shkurt. Po. A u punu konga? Në fakt, jem të e punu tash, ma mërmanja. Autoren të pakten me ditë ku të punu konga? Nuk vedi sakt se i kem disa opcione, shtu që nuk po edhim sigurt. A kërkon shumë Merit tash? Me pas, a jetë detajiste në projekt tash? Në fakt tash do të mu fokusua dhe do të me pas kujdes se qka po postojmë, se të ke fundi tash jem në qandër vëmendjes, do të me ditë
çka me publiku, kështu që jem të analizu shumë projekte, me mundu me zgjedh më të mirën. Kush kërkon më shumë ti për juve? Tha që Agji merret me ty më shumë. A kërkon ti, Agji, a muzikantat që janë me juve? Kush është ai më që e sit që thojmë na? Agji. Ai, a? Strikt. 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 A është ai strikt në punë gjithashtu? A vërtet na herë? A është i rrep me juve? Tu ja nuk të vërtet, ne. Dhe më thonë vazhdimisht vërtet, a? A mo për të mirë theme, është. Po, sigurisht. I rrept. Pak po, në punë po. Merit, je vajzë e re, edhe re si vajzë, po edhe re si këngëtare, me karrierë. A ke bëk si ndërhymi hala, si shumica vajzave në stradë që bojnë si ndërhymi, vet, laf, lak, ftyrë? Jo. Jo, s'ke bëk kur? Jo. A kime ndryshu në hera, kime bon, ma vonë dikur, se nuk rejnë që të re gjithmonë? Nuk i di, nashta e kam një kompleks të vogël, hundën. Dhe me bë hundën pak e prasje, na? Nuk i di. A ki hundën e mirë, pse? Nuk i di. Hunë ka mune. Kur jemi të huna, hunë është, jam ja lypë të jetim, po që se kom prej kur. A je kundër këtune? Jo, si je kundër, sigurisht. Po në qokë se nuk mi është mirë me vetën. Mundësh. Unë du me mjedhë flokë, qa po thu për mu? Nuk kom vendosë pak. Mjetë 200 fije në pranë verë. Mirë i ki. Bravo. Merit, nuk du me të munu shumë me fjalë edhe me pyetje se publiku prej teje kërkon që ti me këndu. Po. Të ka mirë prit, po donë publiku. Në moment që donë publiku, ti je okej. Edhe besoj që publikun ta nuk i me zhgëny, dhe tash ke pas shumë sukses. Normalisht janë shumë faktorë për një sukses, që i the edhe ti, po publiku e donë me ndëgju dhe nuk intereson kush e ka bo, kush pe ban, po thëtë unë du më të patu kënu. A je gati? Gati. Faleminderit që ishe për të parë në këtë emision, faleminderit që ishe me ne, publikit dashur, Merita, marketing dhe kthehemi në pjesë tjera të këtij emisioni. Zanatin e vjetër se pas ke haru, ke dal me një tjetër sa je kon me mu. Po bota është e vogël, gjithçka merret vesh. U bona i mirë me ty, ma ktheve me t'kesh. Si dritë e syve, unë të pata ty, derin qel, dashni kam për ty. Erdi fundi, që nuk e kam prit. Një her ta fali zemra, nuk ta fal për dit. Si dritë e syve, unë të pata ty, derin qel, dashni kam për ty. Erdi fundi, që nuk e kam prit. Një her ta fali zemra, nuk ta fal për dit. Gabimin e parë, me zemër ta kam fal. Po kur se kam mendu, se keme më tradhu. Po bota është e vogël, gjithçka merret vesh. U bona i mirë me ty, ma ktheve me t'kesh. Si dritë e syve, unë të pata ty, derin qel, dashni kam për ty. Erdi fundi, që nuk e kam prit. Një her ta fali zemra, jo s'ta fal për dit.
me dur në faqe, qa ishtu t'mundu, se s'bus që shmoj ma nu shaqe, kushtyt ka hilnu. Ju afrova dhe e pyeta, emrin si e ka, me nga dal ju këthy busqesha, prap da dush e me tha. Da, oj da dush, o ti ma bone zemrën prush. Da, oj da dush, o sigur unë së do në kërkush. Da, oj da dush, o ti ma bone zemrën prush. Da, oj da dush, o sigur unë së do në kërkush. Nisa këngën me këndue për dashnin e re, për di qka është tujt mundue, emrim se s'mave. Afu val qka shefrej meje, qdo nat vjene mshe, njemi her për emër t'pyeta, prap da dush e me the. Da, oj da dush, o ti ma bone zemrën prush. Da, oj da dush, o sigur unë së do në kërkush. Da, oj da dush, o ti ma bone zemrën prush. Da, oj da dush, o sigur unë së do në kërkush.